Shteti në gjumë letargjik. Pse institucionet heshtë ndërkohë që mi foli, po kafshohen nga kompania 2A, kontraktore e aeroportit. Sa lek fitoi kompania dhe sa lek humbi shteti. Shfrytëzimi i kodrës në fshatin Mifol kërkon një hetim të plot nga organet kompetente, në një kohë kur qeveria shqiptare ka bërë prioritet parësor kontrollin e territorit dhe forcimin e përgjegjësisë institucionale. Situata e krijuar në Mifol ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si është lejuar ndërhyrja në këtë zonë. Masive të mëdha dheu janë hequr nga kodra, duke ndryshuar ndjeshëm terrenin dhe duke lënë pas një sipërfaqe të degraduar. Këtu ndodhemi në Mifol. Për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur në këtë vend, këtu ndodhet bunkeri i cili ka qenë pjesë e kodrës, ndërsa tani, mbasi kompania 2A, e cila është kontraktor për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, ka marrë një sasi të konsiderueshme dheu, kjo kodër është shndruar në një krater. Siç mund ta shikoni, i gjithë vendi këtu është i gryer dhe është lënë në këtë gjendje. Fillimisht ka nisur si një ide për të risistemuar vendin për ta bërë parcel për varreza. Por kjo ishte fillimi apo të them justifikimi që përdori firma për të ndërhyrë këtu. Mbas denoncimeve të banorëve të zonës dhe njerëzve të shqetësuar, ndërkohë dhe pronarëve të tokave përreth, të gjithë institucionet, duke filluar nga IKMT-ja, Bashkia Vlorë, institucione qendrore, mbritën në vendngjarje. Konstatuan që këtu kishte shkelje dhe më pas u larguan. Dhe firma e pashqetësuar vazhdoi punimin duke e shndruar këtë vend pikërisht siç e shikoni tani, në një krater. Ndërkohë, nëse dikush, një qytetar i përfityroni, nëse një banor i fshatit këtu do të ngulte një gozhë tek koteci i pulave, do t'ja bekni të gjithë institucionet. Dhe ka shumë mundësi që mos ta arrinte që ta realizonte planin e riparimit të kotecit të tij. Ndërkohë, një kodër e cila ka këtu që nga krijimi i tokës, zhduket papritur krijohet një krater dhe askush nuk vjen, askush nuk mban përgjegjësi dhe firma e pashqetësuar vazhdon punën. Banorët, siç thash, kanë reaguar, kanë denoncuar në polici, kanë denoncuar pranë institucioneve, institucionet kanë ardhur, kanë konstatuar, po asnjë mas nuk është marrë. Mungojnë një seri dokumentesh. Thonë që është bërë një digjes publike, e cila nuk ekziston, nuk është bërë. Ndikimi mbi mjedisin dhe mbi shoqërinë është një dokument i cili duhet dërguar për çdo projekt. Ai nuk është plotësuar fare. Megjithatë, pavarësisht këtyre shkeljeve të njëpasnjëshme, të ligjit dhe të shumë ligjeve, banorët duan të dinë diçka. Çfarë do të bëhet tani? Sepse situata është kjo. Dhe me sa duket është e pareabilitueshme, megjithatë dikush duhet ndërhyjë. Blu TV do të vazhdojë investigimin, ne jemi interesuar pranë institucioneve dhe presim përgjigje prej tyre. Banorët u ankuan menjëherë sapo filluan punimet, si publikisht ashtu edhe në institucione. Gërmimet filluan në një letër të lëshuar nga Njësia Administrative Novosel, në të cilën thuhej që vendi po risistemuej për të shndërruar në një parcel për varreza, por në fakt, ky dokument shërbeu për të filluar gërmime dhe për t'i hedhur hy syve banorëve të fshatit. Kur ata e kuptuan, u ankuan menjëherë pranë institucioneve deri në prokurori. Firma pezulloi punimet. Aso kohë u tha që u vendos edhe një gjob, por askush nuk e di. Ndërkohë, kompania 2A filloi të joshte fshatin duke premtuar disa ndërhyrje, si në rrugën hyrëse për tek kisha ortodokse të cilën do ta sistemonte, mbushte dhe drejtonte me grader dhe shtrimin e disa tubave për një kanal. Ndërkohë, rruga vazhdon të jetë e pasistemuar dhe tubat, diku tek 20 tuba, qëndrojnë anës një rruge të brendshme të fshatit të pasistemuar. Po këto marrëveshje jashtëligjore të zakonshme kudo në Shqipëri tregojnë dobësinë e institucioneve në këtë territor, ku është pleqësia e fshatit, Njësia Administrative, ku ishte Kanan Sharka, kryetari i përjetshëm i Njësisë Administrative Novosel, ku është policia i plot fuqishëm i zonës, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, Agjencia Rajonale e Mjedisit, Zyrat e Mbrojtjes së Tokës në Qarkun dhe Bashkinë Vlorë, kryetari e Bashkisë Vlorë, Bruna Mersini. Sa është dëmi ekonomik i këtij operacioni dhe çfarë do të bëjnë këto institucione për ta rikuperuar dhe kthyer në xhep të shtetit? Po dëmi mjedisor, cilat janë masat që do të merren për të reabilituar dhe kthyer në gjendjen fillestare. Banorët e Mifolit janë të lodhur duke dëgjuar broçkulla, duan përgjigje, rikuperim të mjedisit dhe shpërblim të dëmit.